Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VAUD-s arrestuan një 81 vjeçar banues në fshatin Stajk, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 17 vjeçar, i cili u kap duke drejtuar motomjet pa leje drejtimi. Po ashtu procedua penalisht një 28 vjeçar banues në Tiranë, pasi kishte parkuar automjetin në mënyrë të gabuar dhe në momentin kur pasagjeri hapi derën aksidentalisht u përplas një 78 vjeçar që lëvizte me biçikletë. I moshuari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të kontrolleve, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër nisën procedim penal ndaj një 36 vjeçari, pasi kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Ndërsa në zonën e Velipojës, një 65 vjeçar nga fshati Reç u procedua penalisht për vetgjytësi, pasi dyshohet se kishte bllokuar rrugën e një 62 vjeçari drejt pronës së tij, me pretendimin se ajo kalonte në tokën e vet. Nga ana tjetër, shërbimet e policisë kufitare proceduan një 52 vjeçar banues në Shkodër, i cili u kap në liçenin e Shkodrës duke peshkuar në mënyrë të paligjshme. Gjatë ndërhyrjes u sekuestrua një bateri, një motorbarkë dhe mjete peshkimi. Materialet procedurale janë referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.